Kryesia qendrore e BDI-s pas dite do bisedoj për propozimin të cilën kjo parti e mori nga LSDM. Në takim, treshja e nënkryetarëve do prezantojnë pakon dhe do referojnë për bisedimet me LSDM. Disa nga çështjet për ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe mbeten ende të hapura, ndërsa ekipet negociuese me ndihmën e ekspertëve po punojnë për këtë çështje para takimit të kryesisë qendrore. Pas një diskutimi të ashpër nga ana e prokurorëve të PSP-s, Katica Janeva dhe Fatime Fetaje me gjykatësin Tatjana Mihajlova në seancën e sotme gjyqësore për dhunën në komunën Qendër, seanca është hyrë për me datë 10 mars, ndërsa dy prokurorët u gjobitën me nga 2.000 euro gjop për mos respektim të gjykatës. Gjykatësia tha se të gjitha dokumentet nga kjo lëndë do i përcjellën në Këshillin e Prokurorëve Publik. Shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini nga 1 deri në 4 mars do e vizitojë Ballkanin dhe Maqedoninë. Në deklaratën e shkurtër me të cilën u paralajmërua vizita, ajo thotë se Ballkani Perëndimor është një rajon në zemrën e BE-s dhe një prioritet kyç. Mogherini paralajmëron se do i vizitojë të gjitha vendet dhe partnerët ballkanik: Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Malinezi, Serbinë dhe Maqedoninë.